në ndeshjen me Dinamo. Fitoria 6 e Kuqebluve vjen nga kryeqyteti dhe kjo fal një këmbgulje të fuqishme të anglezit James Phoenix, i cili shpartallon mbrojtjen tiranëse duke ja pasur sulmuesit Bala, i cili arrin të shënojë edhe golin e fitores, një gol i cili erdhi në minutën e 35 të takimit. Edhe Vllaznia dhe Tirana gjatë gjithë takimit kanë zhvilluar një lojë të barabartë dhe shumë raste të shpërdoruar të dyja palëve. Një lojë me pak tension dhe shumë kujdes, por që në plan të parë ishte shumë e vagët si nga aksionet ashtu edhe nga mbrojtja e dy skuadrave. 3 pikët e marra në kryeqytet. Nuk mund të themi se shënon kthesën e Vllaznisë, por mund të shpresojmë që këto 3 pikë që vlen më shumë se çdo fitore deri tani për Kuqeblut, të cilët gjatë gjithë kësaj faze lanë shumë pikë pa marrë në çdo ndeshje, duke rrezikuar shumë madje edhe rënje në kategorinë e parë. Kjo fitore Kuqebluve ndaj Tiranës është një shkëndijë e mirë, që tashmë tifozëria shkodrane mund të presë më shumë nga skuadra e tyre. Atletika Shkodrane do të vijojë të jetë lider për këtë sport edhe gjatë vitit 2010. Ka shprehur kështu sigurin kryetrajneri Shkodrani Isak Bala. Ai ka theksuar se pavarësisht largimeve të herpashershme të atletëve, ardhmja e Atletikës Shkodrane është e garantuar, sepse në Shkodër tashmë tradita edhe në këtë sport është e konsoliduar. Atletika Shkodrani do të vijojë të jetë lider veprimtarive kombëtare dhe për vitin 2010. Garancin për këtë jep kryetrajneri i Vllaznisë në këtë sport Isak Bala, një prej emrave më të shpikatur të atletikës në vite, fillimisht si sportist dhe tashmë si specialist dhe trajner i gaduar, nga duart e të cilit kanë dalë sportistë të njohur, kampion dhe rekordmen kombëtar. Gjatë një interviste të dhënë për TV1 Channel, në pistën e stadiumit Loro Boriçi, aty ku ai me kolegët e tij të nderuar trajner përgatit ekipet e Vllaznisë, kryetrajneri Bala pasi i bën një përshkrim të shkurtër suksesit arritur nga atletët shkodran në garën e parë të vitit, ato të sallave të mbyllura, thekson se me të njëjtin sukses do të vijojnë ekipet e Vllaznisë edhe në garat e tjera. Mas përfundimit të aktivitetit dimnor që i bëmë në Tiranë, ku ne patëm rezultate mjaft të mira, sidomos me elementin e ri, aty ku ne e kena shpresë, kemi punuar dhe kena shpresë te ky element i ri. Kena një përfaqësimi jonë ishte të njëjtos, pjesëmarrja ishte më e madhe nga të gjithë ekipet tjera, 1:30 vet pa me pjesëmarrje. Rezultatet ishin të gjithë ishin premtuese me një objektiv të caktuar nga të gjithë trajnerët që morën pjesë. Kemi shumë besim që në këtë vit të gjajmë radhën e parë në kampionatin kombëtar, njëkohësisht edhe me të ri. Por ne kemi armën e fortë, kemi dhe elementin e moshave, që fillojnë nga mosha 10 vjeç deri në moshën 17 vjeç. Janë rreth 4 grupe moshash. Në 4 grupe moshash ne shpresojmë që në këto 4 grupe moshash të gjajmë radhën e parë. Sipas kryetrajnerit Bala, dhe pse shumë atletë cilësorë të Vllaznisë aktualisht përfaqësojnë ekipet e tjera të kampionatit shqiptar, madje edhe jashtë vendit, ardhmja e Atletikës Shkodrane është e garantuar edhe për faktin se aktualisht ai me kolegët e tij trajner ka në dorë një grup vajzash dhe djemsh të talentuar të moshave të reja, të cilët fillimisht kanë objektiv për mirësimin e rekordeve të reja kombëtare për moshat, ndërkohë që shumë shpejt do të jenë lider të Atletikës shqiptare në përgjithësi. Shikues të nderuar, ishte gjithçka për këtë edicion lajmesh. Faleminderit të gjithëve për vëmendjen, mirë takofshim. Tërheqni deri në 30% të shumës pa prishur depozitin. Për interesi është. Me depozitën Flex, ju mund të tërhiqni deri në 30% të shumës dhe përsëri të fitoni interesa aq të larta, pa lajmi përshpëritet vesh më vesh. Tirana Bank, tani mundesh. Firma Malvis, farmaci buzzore me pronar Marashmitsi, tregton hardhia italiane, pemë frutore, agrume, chili dhe budinj italian, lehtë kimik me mikroelemente, par patate gjermane. Një përfaqësuesi i firmës italiane Rauscedo për zonën e veriut në Shqipëri, Marashmitsi, ofrohen varietete të ndryshëm hardhie.